Opozita dhe magjoranta kanë gjetë gjithmonë gjuhën e votave kur ka ardhur puna për interesat e tyre. Të jeni të bindur që nuk do ndodhi asgjë dhe do jetë ai teatri i viteve më përpara. Sepse mos harrojmë se këtë lloj reforme zgjedhore, këta e votuan para zgjedhjeve, më duket apo jo. Ran dakord. Berisha ishte në rreth shtëpie, Rama ishte në Surrel dhe çuditërisht e gjetën gjuhën e përbashkët dhe bën këtë lloj reforme zgjedhore që bën. Ligjin e bën këta, në atë kohë e kam bën. Ju do shihni vetëm kaq që për 4 vjet, 3 vjet do marrin ato rroga se rrogtarja këta. Opozitë rrogtare, ai parlament me klasësh, s'ka, ai politikan s'ka. Do shihni që në momentet e fundit të mbarimit të mandatit apo ardhja e zgjedhjeve lokale, në sekondet e fundit do fillojnë, jo po se ne nuk jam dakord këtu, po ne nuk jam dakord atje, se kjo ishte këtu, se kjo ishte këtu, jo të bëjmë 2 raporte, jo të bëjmë 3 raporte, dhe pastaj në fund fare do bëjmë përsëri do bëjmë një katraur tjetër, sepse ka një problem shumë thelbësor në Shqipëri. Gjëja fillon me kushtetutën. Ne, nëse nuk deklarojmë që ky sistem ka rënë dhe të ndërtojmë një kushtetutë shqiptare për shqiptarët, nga shqiptarët, jo nga Venecia, jo nga Franca, as nga Italia, as nga asnjë vend tjetër, por ndërtojmë një kushtetutë me shqiptar për shqiptar. Ky vend kështu ka përshku, rrokopuj. Sepse themeli i çdo shteti është kushtetuta. Ne kemi një kushtetutë që e kemi ndruar 50 herë. Tani do e ndrojmë prapë. Prapë do e ndrojmë kushtetutë. Atëherë, ku jemi? Si mund të bëhet një ligj dhe pastaj pasi bëhet ligji ndryshohet kushtetuta. Këta e bëjnë. Vetëm ta mund ta bëjnë. Në asnjë vend tjetër të botës nuk ndodh. Dhe prandaj them, të do vijë momenti i fundit, ose do bëj një katraur, ose nuk do kalojmë fare të thonë ta lëmë edhe këtë vit do ta bëjmë për zgjedhje parlamentare. Se kësaj radhe hiku. Për zgjedhje lokale hiku, do ta bëjmë ke parlamentare. Ja këtu do jemi pos ndodhi kjo. Se kështu ka ndodhur gjithmonë. Nuk është se ka ndodhur në një kush te reforma do të jetë po të gjithë njerëz. Do jetë ai Damian Gjiknuri dhe po. Që kanë bërë? Ata që kanë bërë atë do bërë. Ju kujtohet juve kur i thjerrin atje ke shtëpia ambasadores, ran dakord, erdhi Rama në parlament e Grisi. Ka tha jota. Por të rëpojë. Pra ne them sa tjetë këmë pushtet. Është fatkeqësi e këtij kombi. Reforma territoriale nga ana tjetër, se po flisje që parë pak për atë paketën e maleve dhe po kjo reforma territoriale ka dhe ndikim zgjedhor nga ana tjetër, se ndahen pjesët në bazë po themi të shumicës së votuesve, dikush merr djathas, dikush merr majtas edhe bëhet aty një tjetër lëmsh. Po pikërisht pra këtë po them, që këta i ndërtuan në këtë lloj forme. Dhe atë kur ndan territoret, kur u bë ndarje territoriale, çuditërisht Partia Demokratike iku. E la fushën bosh. Tash mëndën do ngajt pazarit. Këtu është politik pazarishme, nuk është politik për politikën. Se politikë s'din bëjnë ta. Unë ja u kam thënë, prapë ju them, ta ngelen para politikë, ta nuk kanë asgjë. Politikë s'kanë asgjë. Ta kanë vetëm thjesht, hajde bëjmë pazar, tash kujt i leverdis, ti këtu, unë këtu. Nuk është, se nuk kanë koncept. Fillimisht duhet të kesh konceptin. Pastaj edhësh alternative. Çfarë alternative kanë heta për territorin? Absolutisht asgjë. Tani ky merr paketën e marrë, ju do shihni që do ndaj territorin në veri në mënyrën që do ai mbi bazën e interesave që ka. Në atë bazë do ndaj edhe territorin. Dhe pastaj do fillojnë, po këta nuk gjën më kryesore, këtu njerëzit po hiqin. Çfarë territori do ndajnë këta? Fshatrat u zhdukën, u mbyllën. Ju zhvon ndrynë. Këta nuk kanë një program, një alternativë se si
ndalojmë frenimin e emigracionit. Ta nuk ka një program si do të arrisim punësimin. Këta thonë do rrisim punësimin, po se me qarë do e arrisim. Këta s'kanë absolutisht se Shqipëria nuk prodhon asgjë. Ta dhe një bujësi që e kanë cop-cop. Ta fondet e bujësisë i dha BE-ja i pari i vodhë. Ta që ne i kanë bloku fare. Me që do e financojmë ta? Paguajmë lek, sepse i hargjojnë në për gjykatët në kombëtare, arbitrazhi. Shqiptarët paguajnë, këta vjedhin. Dhe si do e që këvën? Qartë. Kjo thash, opozitë rrogtare, ka vetëm rrogën marrë, se s'ka në zgjëtjet raje e kaloj ligjin si të doj. A çdo ligj do ta kaloj. Po, për sa kohë kjo është në pushtet do kaloj çdo lloj ligji. Këtu është gjithë filozofia e kësaj. Sepse ne e kishim dhe e zhbëm. Tash do ta bëjmë, ku do ta bëjmë? Do arrisim atje ku kemi qenë, apo do bëjmë diçka më të mirë se sa që kishim pasur. Keni të bindur se nuk kanë asnjë lloj vizioni. Do zihen, do shihni, do fillojnë zihen, do dalin për studiet televizive, do fillojnë të zihen. Bëjnë sikur zihen, kuptojmë drejt. Qartë. Por nuk do sjellin një ndryshim. Absolutisht asgjë. Flas kur them ndryshim, kam gjithmonë parasysh për vendin edhe për popullin, jo për interesat e tyre personale. Qartë. Mirë, zoti Merkoçi, ishte kënaqësi të falenderoj për bisedën dhe për opinionet si zakonisht këtu në studion time. Ishim avokat Fatmir Merkoçi, folëm për aktualitetin politik në vend me zhvillimet e fundit dhe të ditëve të fundit të rëndësishme. Vetëm pas pak do të rikthehemi për të vijuar në bisedën tjetër. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, do të flasim për aktualitetin ndërkombëtar, në disa ngjarje që lidhen në fakt me Rusinë dhe sigurisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me tensionet midis dy vendeve që lidhen me prishjen edhe të samitit të Budapestit. Po jo vetëm këto, kam kënaqësinë që për çështjet ndërkombëtare të kem lidhje të drejtë për drejtë studiuesin e politikave të sigurisë nga Polonia drejt për drejt, Elianos Kasaj. Elianos, të përshëndes dhe të falenderoj që jemi së bashku. Përshëndetje, faleminderit për ftesën për të qenë sërish në pjesë emisionit tuaj. Mirë, po e nis direkt me reagimin e Rusisë ndaj sanksioneve të Trump, një reagim i fortë, duhet të thënë, që ka tronditur skenën ndërkombëtare dhe opinionin publik. Çfarë di më shumë për këtë reagim të Rusisë, Elianos? Atëherë, gjatë takimit të zhvilluar javën e shkuar midis presidentit Shtetet Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, presidenti Trump ka njoftuar vënien aktuale të sanksioneve kundër disa prej gjigantëve të energjisë ruse, flasim për Lukoil, Gazprom e të tjerë, në një përpjekje për të shtuar presionin ekonomik ndaj Rusisë, njëkohësisht për të vështirësuar aksesin e vajit, naftës dhe gazit rus në vendet blerës aktuale, më të mëdhat janë Kina dhe India, siç dihet. Kjo ka sjellë që shumë kompani kineze aktualisht ta pezullojnë blerjen e naftës dhe gazit rus. Një lëvizje që nuk ka marrë shpjegim ose një deklaratë zyrtare as nga qeveria kineze, as nga qeveria ruse. Por që në një intervistë të dhënë për median ruse, presidenti Putin theksoi se këto sanksione janë vërtet të rënda për Federatën Ruse dhe buxhetin rus, por që ato do të shkaktojnë ndonjë presion ose një devijim nga kursi i tyre aktual politiko-ushtarak. Mbasi siç ai theksoi, Evropa ka pothuajse 4 vjeç po mundohet ta thyejë Rusinë me sanksione, aktualisht ata janë te paketa 19, një gjë e tillë. Po, te paketa 19. Dhe ata kanë dështuar mjerisht, sipas fjalëve të tij. Kështu që sanksionet amerikane sigurisht janë serioze, por asgjë për të shqetësuar, pasi Rusia sërish do të arrijë të triumfojë mbi to, sipas fjalëve të tij. Njëkohësisht, pas bërjes oficiale të lajmit të sanksioneve, dhe shtimit të presionit nga ana e qeverisë ukrainase po dhe Bashkimit Evropian për dorëzimin e raketave Tomahawk ushtrisë ukrainase,
Rusia ka zhvilluar testet të armëve taktike bërthamore në zonat e lindjes së largme ruse ose të Siberisë Lindore, në një përpjekje për të treguar edhe që sanksionet ose dorëzimi i raketave Tomahawk ose armëve të tjera të shkatrimit në masë drejt Ukrainës do të kishte një përgjigje ndjetësisht më të ashpër për Rusisë, duke theksuar atë faktin e njohur që Rusia është vendi më i madh bërthamor në botë, me mbi 67.000 koka bërthamore dhe është njëkohësisht vendi që posedon numrin më të madh të armëve të shkatrimit në masë, si bomba me hidrogjen, bomba të shkatrimit, bomba thermuse e të tjerë, cilat sipas së presidenti Putin, nëse raketat Tomahawk do të dislokohen në Ukrainë, do të përdoren për të goditur objektiva brenda territorit rus, si Moskën, Peterburgun, Kazanin, Ufën e të tjerë, atë përgjigjja ka për të qenë jo vetëm e ashpër, por edhe tronditëse për gjithë komunitetin evropian dhe për atë botror. Pasi Rusia rezervon të drejtën në bazë të kushtetues së saj që nëse rreziku paraqitetet i tillë që qytetet e mëdha dhe shumica e qytetarëve të saj në kërcënohen nga një rrezik vdekje prurës, shfarosja ose goditja armë që ne i quajmë armë të rënda, të shkatrimit në masë, atëherë përgjigjja e saj do të jetë 100 fish më ashpër, që në kupton edhe përdorimin e armëve taktike bërthamore ose gjysmë bërthamore, si në rastin amerikanëve që i përdorën në Bosnjë ose në Jugosllavi gjatë luftave të 98-99, ose armëve bakteriologjike, ose armëve le të themi kimike, siç amerikanët përdorën gjatë luftës së Koreas, viteve 1950-1953. Kështu që duhet të theksojmë faktin që Rusia nuk ka përdorur arsenalin e saj të shkatrimit në masë në luftën në Ukrainë, nëse ne kemi parë që ata kanë përdorur 12 milion raketa të blerë nga Korea e Veriut, ose kanë dërguar 100-200.000 rezervista që nuk kanë ditur të mbajnë një armë në jetën e tyre para këtij konflikti. Kjo nuk do të thotë që Rusia nuk mund të përdori armë të shkatrimit në masë që të Bashkuara të Amerikës, Kina të tjerë. Është skenari i mundshëm ky? Po. Është skenari i mundshëm që mund të shkohet pra nëse Ukraina përdor armë raketat Tomahawk që ende nuk i ka marrë, po themi. Rusia të përdor armë të shkatrimit në masë dhe ato taktike bërthamore, është i mundshëm apo ngelet thjesht, po themi, në kuadrin e kërcënimit, nga informacionet që ti ke lexuar aty, po them. Nga ana ruse duhet të theksojmë që rusët e kanë bërë qartë, presidenti Putin e ka bërë të qartë që do t'i përdori armë të shkatrimit në masë ose armë taktike bërthamore, në rastin se raketat Tomahawk përdoren për të goditur brenda le të themi territorit rus, qytetet e mëdha, siç brenda Moskën, Peterburgun, Kazani, Sevastopol e të tjerë. Në rastin e kërcënimit direkt, ata kanë të drejtë me kushtut ai t'i përdorin ato, dhe ata kanë bërë të qartë këtë, pasi aktualisht traktati i privimit të armëve bërthamore ose kontrollit të armëve bërthamore midis Rusisë dhe SBA-s nuk është më në fuqi. Ai ka mbaruar. Kështu që Rusia nuk ka ndonjë obligim ndërkombëtar që mos përdori armë bërthamore në rast një kërcënimi direkt ndaj saj. Ndërsa SBA-ja nuk ka propozuar një traktat të ri i cili do të mundësonte në një farë mënyre bashkëpunimi midis tyre për ta zgjidhur çështjen, SBA do të hynte edhe vetë në dialog me palën e tretë që të mos arritet që situata të shkote kaq lart.